Popullsia globale është pasuruar gjatë vitit 2024, ndërsa Zvicra ka mbetur vendi i dytë më i pasur në botë për nga pasuria neto për frym. Sipas raportit të publikuar nga Allianz Switzerland, pasuritë financiare totale në botë u rritën me 8.7%, duke arritur në 269 trilion euro deri në fund të vitit të kaluar, një rritje më e madhe edhe se ajo e një viti më parë prej 8%. Në Zvicër, pasuritë financiare bruto të familjeve u zgjuruan me 4.2% në vitin 2024, duke tejkaluar ndjeshëm rritjen prej 2.6% të vitit paraprak. Kjo u arrit kryesisht në fitimet në letrat me vlerë, ndërsa sigurimet, pensionet dhe depozitat bankare dhanë një kontribut më të vogël. Borxhi i familjeve u shtua me vetëm 2.1%, çka solli një zgjerim neto të pasurisë financiare prej 5.3%. Pasuria neto për frym në Zvicër arriti në afro 269.000 euro, duke e renditur vendin të dytë në botë pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që regjistruan një vlerë prej 311.000 euro. Duke konsideruar këtë tregues, Zvicra është ndjeshëm e distancuar nga shtetet e tjera të Europës perëndimore. Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shumica e zgjerimit të pasurisë erdhi nga rritja e çmimit të aksioneve, në Zvicër 84% vinte nga kursimet e reja. Allianz thekson se zakonet e familjeve zviceriane për të kursyer janë ndryshe nga ato të fqinjve të tyre austriak dhe gjerman. Zviceranët janë më të rezervuar ndaj depozitave bankare, duke drejtuar vetëm 15% të kursimeve në banka, ndërkohë që një pjesë shumë e madhe, rreth 41%, investojnë në produkte sigurimi. Ashtu si në vendet e tjera gjermanisht folëse, edhe në Zvicër pjesa më e madhe e blerjeve të letrave me vlerë bëhen përmes fondeve të investimit, duke përfshirë edhe ato të tregtueshme në bursë.